Kush na mbyt? Miq të dashur, në një ditë të ftohtë, një gjarpër I ofrohet një iriçit I cili ishte duke fjetur, që të kërkoj ngrohtësinë e trupit dhe të ngroh pak vetveten, e mbështjelli iriçin dhe u fut në gjumë. Papritmas iriçit I doli gjumi dhe pa që një gjarpër e ka mbështjellur. Filloi të lëvizte dhe u zgjua gjarpëri për mënjëherë. Kur pa se iriçi filloi të lëvizë, u friksua gjarpëri që mos vallë iriçi do ta sulmoj dhe kështu që e shtrëngoi me trupin e tij. Sa më shumë që e shtrëngonte iriçin, aq më shumë thëmbat e iriçit hynin në trupin e gjarpërit. Dhe kështu që filluan thëmbat e tij të futen në trupin e gjarpërit derisa gjarpëri vdiq. Kush e vrau gjarpërin? Gjarpërin nuk e vrau iriçi, por e vrau insistimi I gjarpërit në gabimin të cilin kishte hyrë. Pra, pa se është I gabueshëm në këtë vend dhe ju afrua një krijesës tjetër më tepër se sa është e lejuar dhe kështu që u dash që tërhiqet, mirë po ai nuk e bëri. Kur pa atë, inati I tij vazhdoi që ta shtyp derisa e mbyti veten. Atë që mund ne të mësojmë prej këtij rrëfimi është që kush na mbyt neve? Nëse jemi zhytur në një gjuna, në një gabim, atëherë është mirë që të tërhiqemi prej saj dhe jo të vazhdojmë të bëjmë inatin derisa të na vras gjunahi jon vetë neve. Pra, nëse e shohim dikun që është gabim, kërkojmë falje. E Zoti ka thënë, nëse ju pendoheni dhe bëni vepra të mira, Zoti është falës për të gjithë. Zoti na I falë të gjithëve dhe mos insistoni në gabime.